përplasjet e saj, por nga ana futbollistike, pjesa e pikëve numerike na duhet me do e mos fitoria. Natyrisht që është një ndeshje, ti e the shumë mirë, është një ndeshje edhe kunji që kemi ne me ta. Ata kanë zgjedhur, pasi u anullua Beogradi, kanë zgjedhur Leskovacin, sepse këtu kanë fituar gjithmonë. Mirë po, këtu kanë gabuar sepse çdo seri e ka një fund. Dhe unë uroj me shpirt që t'jetë sonte në mbrëmje. Natyrisht për ne, por dhe për ata, po na intereson kombëtarja jon e futbollit, ne na duhet fitoria. Na duhet fitoria dhe unë kam përshtypjen që presioni është mbi serbët, kam përshtypjen që harmonia mes tyre nuk ka në grup, biles sipas disa kolegëve që unë kam pyetur, më duket se kanë dhe fraksione brenda ekipit, ka disa lojtarë serb që dëshirojnë largimin e Piksit, e Dragan Stojkovic, kështu që nuk është në formë të mirë, po prap është një ndeshje dhe ato sot unë pash shtypin sport kanë ato një sport zhurnal, kur thoshin duhet vëm zemrën në fush, thonin serbët. Kështu që është një ndeshje shumë e vështirë dhe për ta, po dhe për ne. Po kam përshtypjen që presioni do të jetë mbi serbët dhe unë uroj dhe shpresoj që lojtarët tanë ta shfrytëzojnë këtë. E mbani mend kur ne në 2014 fituam mbi Dhunën në Beograd, mbi Dhunën barbare që ato treguan, deri në minutën e 41-42 ne kishim 3-4 raste të pastra për të shënuar. Kështu që unë uroj që të ndodhë e njëjta gjë sonte. Baku e favorizon deri diku transferimi i ndeshjes nga Beogradi në Leskovac kombëtaren shqiptare, duke ditur që janë më pak tifoz, më pak presion. Si e shihni? Jo, dëgjoj. Mund të jenë më pak tifoz, po ishte një stadium i vogël, ndoshta edhe oshëtima, po dëgjoj, lojtarët tani janë lojtarë shumë profesionistë që luajnë në nivele shumë të larta, kështu që unë mendoj që ata unë mendoj që presioni do të jetë mbi serbët, thash këtë, dhe mendoj që ne ta shfrytëzojmë më mirë. Nuk besoj që do të jenë të ndikuar nga ajo zhurma që do bëjnë 6500 tifozë, sepse nuk janë dëgjoj, këta kanë kuruar çdo gjë në detaje që mos ndodhi asgjë, thash, sepse edhe biletat janë zgjedhur 1-1. 1-1 edhe do t'jenë, pra, ke bileta, do t'jetë, kur skanohet bileta, ati i del edhe fytyra e personit, pra, do më nda që a është personi që ka emrin bileta, po ja. Eksakt. Kështu që unë nuk besoj që do të ketë ultras aty, po e marrim të mirëqënd që ata do prorasin gjatë 90 minuta, unë nuk besoj që kjo do ndikojë në lojën e futbollistëve tanë. Unë uroj që ne të jemi sot në një ditë po të madhe, dhe të uroj vetëm një gjë që të kthejmë në shtëpi me 3 pikët. E uron këtë edhe nga ana sportive, por edhe nga ai aspekti kunjit që përmendet më parë për Serbin? Patjetër. Baku, dhe një pyetje, ka tifoz shqiptar apo vetëm stafet e